Jam këtu para jush si një zë i heshtur që për vite me radhë ka punuar, ka kontribuar në këtë spital. 7 vite përvoj pune, sa me kontrat e sa vullnetare pa pagesë. Një lloj sigurie minimale që më mbante në këmbë. Viti i 8 pa vend pune, një vit që më ndërpreu çdo iluzion. Punova me përkushtim, me ndershmëri, me shpresë se puna ime do të vlerësohej. Por jo, vetëm fjalë dhe premtime boshe. Premtime të zbrazëta që sot e kësaj dite nuk kanë marrë kur formë. Fjali të gatshme të ricikluara nga gojet atyre që sot janë në ato karige dhe anasjelltas. Të gjithë japin fjalë që nuk peshojnë asgjë, fjalë që duken si mbështetje, por në fakt të shtyjnë më thellë në humbje. Dhe sot, pas gjithë kësaj kohe, jemi jashtë, jo vetëm jashtë vendit të punës, jashtë sistemit, jashtë kujdesit. Një numër që nuk ekziston në listën e tyre. Mundi ynë i haruar, përpjekjet tona të pavëna re, dinjiteti ynë i nëpërkombur. Por këtë do të ikim, nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin ton. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë dhe nuk ka justifikime. Nuk ka mashtrime të një pas njëshme, nuk ka premtime që zgjatin vetëm deri në ndërimin e kariges. Kjo letër nuk është për keqardhje, është për kujtesë për të mos heshtur më, që ndoshta dikush nesër të mos përfundoj si ne, me 5, 6, 7, 8 vite dhe më shumë të hedhura në ujë pa vlerësim. Me respekt, një zë nga shumë të tjerë që nuk duan më t'i bëhen premtime, por t'u jepet e drejta dhe vendi i punës.